këto bisedime as nuk janë iniciuar dhe as nuk janë projektuar nga Kosova. Qëllimi këtyre bisedimeve nuk po ndërtohet nga përputhja e qëllimeve të Kosovës dhe të Bashkimit Evropian apo qëllimeve të Kosovës dhe të Serbisë. Qëllimi këtyre bisedimeve u ndërtua nga përputhja e qëllimeve të Bashkimit Evropian dhe të Serbisë, ku Kosova është vetëm mjet. Prandaj, do të jetë Serbia dhe jo Kosova ajo që do të përfitojë nga këto bisedime. Serbia e fiton statusin e vendit kandidat dhe e forcon prezencën dhe ndikimin e saj në Kosovë, ndërsa Kosova pritet të marrë kopje të dokumentacioneve të plashkitura. Nëpërmjet planit tahtisarit, territori dhe kultura në Kosovë u ndon mbi baza etnike përmes komunave të reja me shumicë serbe dhe zonave të veçanta rreth kisheve manastireve ortodokse që u shpallën serbe. Në bisedimet në Bruksel, po diskutohet që ndarja e këtij të vazhdohet edhe me ndërmarrje dhe shërbimet publike. Gjithçka në Kosovë do ta ketë anën e vet shqiptare dhe anën e vet serbe me këto bisedime. Ashtu sikurse në Bosnjë, ku gjithçka e ka ose vulën bosnjako-kroate ose vulën serbe, ani pse thuhet që Bosnja është një shtet. Përdrisa shteti i Kosovës e ka pavarësinë më shumë në emër se sa në substancë, me këto bisedime posajohet shteti i Serbisë brenda shtetit Kosovës, që do të jetë i tillë më shumë në substancë se sa në emër. Statusi i Kosovës nuk është një çështje abstrakte. Statusi i Kosovës reflektohet në secilën temë që po bisedohet në Bruksel, sepse statusi i energjisë, statusi i telekomunikacionit, statusi i lëvizjes së lirë, statusi i doganave i vulave të tyre, statusi i transportit hekurudhor rrugore ajror, statusi i delegacionit tonë në CEFTA e të tjera nuk janë të njëjta sikurse para shpalljes së pavarësisë, sikur pas shpalljes së pavarësisë. Pra, statusi i Kosovës përkufizon statusin e këtyre çështjeve. Shpallja e pavarësisë i ka bërë të gjitha këto çështje dhe shumë të tjera çështje të brendshme të Kosovës. Duke i diskutuar me Serbinë këto çështje, ato nuk janë më të brendshme dhe rrjedhimisht statusi i Kosovës praktikisht vjet në pikpyetje. Pavarësia e definon një rregullim të caktuar të brendshëm të Kosovës dhe kontestimi i këtij rregullimit të brendshëm përmes diskutimit për të me atë që nuk të njeh e kundrejt secilit e ke shpallur pavarësinë, gjithsesi përkthehet në kontestim të pavarësisë. Gjersa Serbia nuk na njeh, statusi mund mos jetë nominalisht temë e bisedimeve, por praktikisht e realisht statusi është brenda secilës temë bisedimeve. Pra, statusi nuk është njëra temë, por është në secilën prej temave. Çfarë do marrëveshje që të arrihet? Çfarë do kompromisi në Bruksel? Do të jetë në kurriz të Kosovës, sepse Kosova është temë e dialogut. Kontesti po zhvillohet për territorin tonë. Në bisedimet e drejtanishme në Bruksel, ende nuk është bërë asnjë marrëveshje me Serbinë dhe urojmë të mbetet kështu. Sigurisht që ka shumë arsye për të brengosur, sepse zëvendëskryeministja Edita Tahiri tashmë ka shprehur gatishmëri për kompromise në fushën e regjistrave civil dhe të energjisë, për të cilat thotë se ka afrim të pozicioneve. Zëvendëskryeministja Tahiri, në raportimin e saj para Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme me 8 prill këtij viti, ma bëri të qartë se përgjegjësinë për këto bisedime të padrejta dhe fajin për dëmin e tyre mban kryeministri Hashim Thaçi. Nisja e bisedimeve pa kushte, përpilimi i temave të bisedimeve dhe i renditjes së tyre, sipas zonjës Tahiri është rezultat i disa takimeve të ndara të këshilltarit të baroneshës Ashton Robert Cooper, një herë me Hashim Thaqin e pastaj me Boris Tadićin. Pra, për këtë dialog si të tillë, për temat që aty janë dhe për temat që aty s'janë, zonja Tahiri ma konfirmoi që përgjegjës kryesor është kryeministri Thaçi. Në pyetjen time po citoj nga transkripti faqe 23. Kush i ka përcaktuar temat të këtij dialogu? Zëvendëskryeministja Tahiri përgjigjet: ju e dini zoti kryetar se që nga shtatori kur është miratuar kjo rezolut, kanë filluar vizitat e BE-s si në Kosovë si në Serbi për të përgatitur këtë proces. Ka ndodhur një lloj brainstorming që thuhet anglisht, pra një këmbing pikpamjesh se çka mund të bisedohet dhe ajo për të hyrë në agjendë, secila palë e ka listën e vet, por kjo listë çështjeve për të bërë çështjen në agjendën e dialogut duhet 3 palët të japën pëlqimin: Kosova, Serbia dhe BE-ja. Më tutje, kur unë e pyes kush nga pala kosovare ka marrë pjesë në këto parabisedime, në përcaktimin e temave dhe renditjes së tyre, zonja Edita Tahiri përgjigjet kështu në faqen 37 transkriptit. Bisedat për përgatitje kanë ndodhur zakonisht midis ndërmjetësit Robert Cooper me kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë.
Ndërkaq, në anën tjetër, në faqen 22 ajo deklaroi që mandati im buron, pra mandati saj, buron nga autorizimet që kam marrë nga kryeministri dhe se, po citoj, unë koordinoj me kryeministrin dhe kam kompetenca deri në një instancë, por jo të plota. Në momentin që vinë situata kur unë nuk mund të marrë vendime, unë kthehem dhe bisedoj me kryeministrin. Duke u bazuar në atë që thash dhe raportimin e zonjës Edith Tahiri, kryeministri tha që duhet të përgjigjet në këto pyetje lidhur me bisedimet Kosovë-Serbi. E para, a e njeh qeveria e Republikës Kosovës të Republikën e Serbisë? Kjo pyetje është shumë e rëndësishme sepse kushtozon shumë çka pastaj sa i përket këtyre bisedimeve dhe jo vetëm atyre. Ne natyrisht mendojmë se Republika e Kosovës nuk duhet ta njohë Republikën e Serbisë. Pikërisht duke mos e njohur Serbinë, ne mund ta iniciojmë reciprocitetin e shumë kërkuar. 2. Çka keni biseduar me këshilltarin e Ashtonit Robert Cooper në takimet që keni pasur në gjysmën e dytë të vitit 2010 dhe kur mund të na sillni proces verbale dhe transkriptet atyre takimeve? Është domosdoshme të na sillni ato, meqense se ju si kryeministër asnjëherë nuk keni raportuar në Kuvendin e Kosovës për këto takime me zotin Robert Cooper dhe nuk keni deponuar kurrë raporti për këto takime, të cilat kanë përcaktuar agjendën dhe kontekstin e bisedimeve me Serbinë. Aq më tepër që rregullimi i temave është asisoj që Serbia do të duket konstruktive, se gjoja po lëshon penë dialog në mënyrë që të fitojë një opinion pozitiv nga Komisioni Evropian për marrjen e statusit vend kandidat. 3. Pse qeveria e Kosovës nuk po imponon masa reciprocitetin ndaj Serbisë si përgjigje për bllokimin që Serbia ja bën Kosovës në çdo aspekt në vend të lutjeve ndaj Serbisë për të na lënë të qetë. 4. A ekzistojnë apo jo transkriptet dhe proces verbalet nga bisedimet në Bruksel? E nëse ato ekzistojnë, atëhera i ka kryeministri tha që ato, e nëse i ka, atëherë kur do të na jep? Nëse raportimi i zonjës Tahiri në Komisionin Parlamentar për Punë të Jashtme na e bëri të ditur që neve si deputet nuk do të na japin proces verbalet dhe as transkriptet, atëherë është e qartë që përgjithsisht po bëhet fjalë për shkallë shumë të lartë të konfidencialitetit në këto bisedime, ndërkohë që vazhdimisht thuhet se kemi të bëjmë vetëm me dialog teknik. Merrni me mend, kemi konfidencialitet maksimal politik për tema të cilat janë minimale teknike. 5. Ai ka kryeministri thoçi pozicionet me shkrim të zonjës Tahiri dhe ekipit të saj në bisedimet në Bruksel, si dhe të konkluzioneve të arritura atje deri më tash dhe kur do të na sjell ato. Ndonë se na i premtoj, zonja Tahiri nuk na i solli deri më sot ato në Komisionin Parlamentar për Punë të Jashtme. 6. A e keni pajisur zonjën Tahiri si qeveri me platformë të bisedimeve të cilën ajo na e premtoj se do të na sjell shumë shpejt, por as pas një muaji s'kemi asgjë prej saj. Zonja Tahiri po flet për zgjidhje të ofruara nga Kosova. Cilat janë ato zgjidhje? Qytetarët e Kosovës dhe kuvendi si përfaqësues të qytetarëve duhet të jenë të informuar. Dhe 7. Zonja Tahiri po ashtu po thotë që edhe shtetet tjera kanë pranuar kopjet e regjistrave civil, do me thonë qysh në start, po shohim nga dishmëri për kompromis. A do t'i pranoni ju këto kopje, pra, a do të bëni kompromise në dëm të qytetarëve të këtij vendi? Të gjitha këto pyetje, unë po ja lë një kopje këtu, në rast se nuk keni mbajtur shënime. Në fund, kërkoj që të mos na përgjigjeni me kombinim të shprehjeve boshët llojit, frymë evropiane, standarde evropiane, vlera evropiane, integrimi euroatlantik, bashkëpunimi rajonal, fqinësia e mirë e të tjera e të tjera. Këto janë pyetje konkrete që kërkojnë përgjigje konkrete. Faleminderit.